Pranishëm përfaqësues të mediumeve, të dashura zonja, të nderuar zotëri që jeni këtu prezent në sallë, mysafir që keni ardhur, nderuar nënkryetare e komisionit. Realisht këtu bisedohet për strategjinë e cila është titulluar si strategjia kombëtare për mbrojtje nga dhuna për disa vite me radhë, por realisht në kohën që unë prej mbrëm kam bërë përpjekje që të marr materialet në gjuhën shqipe në i-parlament për të njëjtën seancë, nuk e kam gjetur këtë strategji edhe në gjuhën shqipe. Tani, unë nuk e di si qëndron puna me të ftuarit tjerë të cilët janë thirrur nga këshillat lokale, nga komunat, megjithatë unë si deputete e këtij kuvendi nuk kam arritur që t'i kem në dispozicion materialet edhe pse prej mbrëmi kam kërkuar vetë, ndoshta do t'i gjej të varura në i-parlament, ndërkaq sot kam kërkuar ndihmë edhe nga shërbimet këtu në kuvend dhe nuk kam arritur që t'i kem materialet edhe në gjuhën shqipe. Do me thënë, kjo seancë sot ka filluar pas zbatimin e kushtetutës dhe pas zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërkaq këtu diskutohet për strategji e cila në qendër të vëmendjes dhe fjalët kyçe i ka diskriminimin, dhunën psikologjike, nënçmimin e kështu me radhë. E si duhet ndihem unë si deputete në këtë mes që ndihem e diskriminuar, e pabarabartë, në këtë mes që prej mbrëm duhet të vrapoj pas materialeve dhe ende nuk kam arritur që t'i gjej ato. A ka kuptim të flitet këtu për strategji kundër dhunës, kur dhunë psikologjike bëhet në mënyrë të vazhdueshme përfshirë edhe mua që jam e zgjedhur e qytetarëve këtu. Dhe me thënë, ne nuk mundemi dhe unë nuk mundem ta pranoj faktin që në vetë këtë strategji që sot duhet të diskutohet, të qëndroje që kushtja apo parimi themelor i barazisë është pikërisht që t'jesh i barabartë me të tjerët, qoftë në vendin e punës, qoftë çdo punë tjetër, dhe pa këtë parim të barazisë sot fillojë kjo seancë. Si mendoni ju? A do ketë efekt dhe të jetë zbatueshme kjo strategji? Dhe kë ne do ta bindim që ta zbatoj këtë strategji në qoftë nga vetë kjo sallë po shpërndahet diçka që s'ka të bëj me barazin, përkundrazi ka të bëj me pabarazin. Unë e kam të qartë dhe pash që në shkruesi i këtij dokumenti janë ministra shqiptar, konkretisht nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Turp për ata, po ama edhe turp edhe për ju që guxoni ta filloni seancën në këtë formë. Turp edhe për kryetarin e parlamentit, që vend deputetët që të vinë në sallë këtu në mënyrë të pabarabartë dhe unë të jem e detyruar në mënyrë të vazhdueshme të flas për të njëjtën gjë. E po dhunë psikologjike i thuhet kësaj, pabarazi i thuhet kësaj. Çfarë kuptimi ka fjala ime të marr më vonë të flas për këtë strategji në qoftë se fryma që me cilën ja nis debati publik për këtë pikë është pikërisht në frymën e pabarazisë. Kërkoj pauzë derisa materialet i kemi edhe në gjuhën shqipe. Faleminderit. Почитувана колешке, момент не сум дала уште колеги пауза. Почитувана колешке, имате превод во Комисијата за еднакви можности, имате целосен превод и на албански јазик. Не знам зошто не сте се заинтересирале од комисијата да го побарате преводот. И не сакам и сметам дека ниту е време денес на оваа седница да бараме политички поени да добиваме. Знаете зошто? Значи оваа седница не е за добивање на политички и јавна расправа, не е за добивање на политички поени. Знаеме зошто сме сите тука и треба единствени да бидеме за сите жртви на семејно насилство, да му помогнеме и да бидеме систем во кој што навистина ќе се вреднуваат законите и ќе се почитуваат правата. А не да си бараме политички поени. Ниту е ова место и време да се бара јавна расправа, го имате, ќе ви го пратам јас лично од комисијата преводот, а не сакам да ги манипулирате овие луѓе што тука дошле и на оваа јавна расправа, на вистина сакаме да извлечеме заклучоци кои нам многу ќе ни помогнат на сите нас, а не да добиваме само политички поени. Gjëja e parë dhe shumë e rëndësishme të dashura të pranishme.
që ju më spaku jeni të përfshira në këtë çështje sepse nuk jeni marrë me çështjen e organizimit. Unë nuk lejoj që të më paragjykosh se cili është qëllimi dhe intenca ime në kohën që kërkoj të drejtën time. Këtë të drejtë nuk e ke as pak. E shef pra që më jep të drejtë që ti po bën pabarazi sot këtu, aq më tepër ja jep të vetes të drejtën që të më paragjykosh. Unë kërkoj që të kem kushte të barabarta në këtë seancë, sikurse edhe gjithë kolegët e mia. E drejta jote që e merr dhe hyn në kalkulime të mëdha tani që unë e bën kanë këtë për qëllime politike, është puna jote dhe është e drejta jote se si ti sheh punët dhe unë madje ja po them që s'kam të drejtë të ndërhyj sepse ashtu e ke mbase perceptimin për t'i parë gjërat. Unë i shoh më ndryshe. Nuk e të drejtë në asnjë formë ta vazhdojsh këtë seancë pa më siguruar mua materialet edhe në gjuhën shqipe, ndërkaq ti merre si duash fjalën të cilën unë sapo e thash. Unë vetëm kërkoj që të respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Ju nuk jeni ajo e cila mua duhet të më tregoni në cilat zyra dhe në cilat cepe të parlamentit unë duhet të vrapoj për materialet, sepse unë kam të drejtën, sikurse edhe ju, që vetëm të klikoj aty te i parlamenti dhe të marr materialet edhe në gjuhën time. Vetëm kaq, mbasi nuk e keni bërë atë. Gjëja më e thjeshtë që sot mund ta bësh, të thuash na fal, sepse me të vërtet për të fol për barazi dhe për të folë për principet të tjera të cilat lidhen me barazin, duhet nga këtu të filloje barazia, sepse në të kundërtën s'ka kuptim ky debat. Faleminderit. Да продолжу. Продолжуваме со седницата. А вие ќе добиете колешке, ќе добиете... Ова е јавна расправа. Nën kryetare e komisionit, po të lutem në mënyrën shumë korekte. Këtu ka rregullore si funksionohet. Këtu nuk mund ta çosh tënden si të të vije qefi. Sepse në këtë rast e drejta qëndron në anën time. Duhet mi sigurosh fillimisht materialet në gjuhën shqipe, pastaj ta vazhdojsh këtë seancë. Në të kundërtën, vetëm le ta shohin edhe mediumet, le ta shohin edhe qytetarët, le ta shohin edhe gjithë këta zonja të nderuara këtu, se ne si do guxojmë të flasim në vazhdim për strategji dhe mbrojtje kundër dhunës, kurse në mënyrë të hapur po bëhet dhunë psikologjike dhe në nënçmim ndaj deputetëve shqiptar këtu. Faleminderit. Pra duhet ta ndërpresish seancën dhe të mi sigurosh materialet. Këtë duhet ta bësh patjetër për të vazhduar më tutje. Продолжуваме понатаму. Немате право на процедурално вече. Го искористивте правото на процедурално. Не ви Смеам да прашам нешто, извината, затоа што смеам да прашам нешто, јас ја добив поканата за оваа јавна расправа и имаше материјали на албански. Не ми е јасно што точно вие не сте прочитале. Целата предлог стратегија ја има на македонски, ја има на албански. Не гледам кој е проблемот да се продолжи со расправава. Në rend të parë, nuk më Nemate pravo na proceduralno, ve molim napustite govornicата. Не сте вие та која одлучува што е моje право. Tani, në bazë të cilit nen të rregullorës, dua të ma tregosh ka mundësi dikush nga të pranishmet këtu të debatoj dhe të replikoj me mua në kohën që unë kërkoj të drejtën time. Unë nuk ndërhyna dhe nuk thash që dikush nga të pranishmet këtu nuk I ka pranuar materialet. Unë fola personalisht për mua. Pra, e nderuar e dashur e ftuar që je këtu. A ka mundësi të më dëgjosh? Dhe me thënë, unë nuk fola ju si I keni pranuar materialet. Unë fola për atë se si unë I kam pranuar materialet dhe si nuk kam arritur që të furnizon. Ndërka që vështërësit ja po ishme dhe... Sigurosh materialet njëherë pas taj të vazhdojsh. Овие луѓе не се дојдени овде ка политика да расправаат.
Për 5 Срамота. Колешке, Për 5 minuta keni pas mundësi të siguroni materiale dhe do kishi vazhduar rregull. Të gjithë që jeni këtu, ju lutem dhe shifni se si nuk janë materiale të cilat unë i kërkoj. Почитувани гости, почитувани представници на институциите, ве молам за внимание. Продолжуваме со седницата. Немате право за збор, не ви дадов право за збор. Ве молам, не ви дадов право на збор. Потребно се да правам да викнам обезбедување. Женска несолидарност. На вистина, колешке, можете и требате да ја напуштите говорницата. Немате право за збор. Пауза. Ајде пауза, колеги. Пратеници, почитувани гости, пауза 10 минути, колку да испринтаме на албански и да идат. И ќе продолжиме. Нема пауза, продолжете. Ако сака, нека се прави пауза. Ќе бидат доставени, еве и тоа да го запазиме, ќе бидат доставени материјалите на албански јазик, само колку што јас можам да си ги најдам моите материјали на македонски, исто така и таа можела да си ги најде материјалите на албански. Само ова е не е во ред.